Sonila, mua më ka bërë jashtëzakonisht shumë kurioze historia që ti ke ndarë për ndjekësat në Instagramin tënd, ku thua që ti ke qenë mbi peshë dhe madje gjithë njerëzit të bënin ty që ta pranoje këtë situatë, sepse ky ishte fati yt, duke qenë se vije edhe nga disa paraardhëse që kishin të njëjtin problematik. Më tregon shumë se jam shumë kurioztare të di. Atëherë, që nga 8 vjeçarja, unë fillova të vija peshë dhe në fakt ishte një peshë shumë e ngjashme me unë nga ana e mamit, mami, gjyshja, tezja, da ishin të gjithë mbi peshë. Dhe të gjithë më thoshin që ti je mbi peshë, do jesh mbi peshë, është trashëgimi, është gjenetik, është ADN, nuk ke rrugë tjetër. Është sikur thuash ne ti dorëzohemi fatit dhe mos bëjmë asnjë gjë për të ndryshuar, sepse nëse është shkruar kështu, nëse ne duhet të kemi një diçka të tillë, pse të bëjmë diçka për ta ndryshuar? Wow. Kjo ndodh dhe më shumë sëmundja, edhe me një tumor, kur ne themi, është trashëgimi, atëherë unë nuk mund të bëj asgjë për ta ndryshuar jetën time. Shpesh na bën të ndihemi viktima të situatës, po ne nuk jemi kurrë viktima, ne jemi aktor të jetës tonë. Brenda meje, unë nuk isha bërë punë personale si isha e vogël, po brenda meje, unë e dija dhe thosha jo. Unë do dobësohem dhe do i tregoj të gjithëve që ADN-ja mund të rishkruhet. Edhe pse, pyesja veten, kisha dy shoqe të ngushta, ne hanim njësoj. Unë shëndoshesha ato jo. Dhe thosha, nëse ne ham të njëjtën sesi, pse unë po dhe ato jo, duhet të ketë diçka tjetër tek mua që më bën mua të shëndoshem dhe ato jo, ne kemi një moshë, ham të njëjtën sesi e kështu me radhë. Kështu që tash ka diçka tek mua, pse mua po dhe atyre jo. Po sa më shumë që ndrojmë në këtë energji, aq më pak ndryshojmë. Ndryshimi vjen kur ne ndryshojmë këndvështrimin dhe bëjmë pyetje të tjera. Të dilja nga roli i viktimës tek roli i aktores së jetës time. Sonila, sa mbi peshë ishe për ta kuptuar? Nuk isha jashtëzakonisht shumë, isha 67 kg në vend të 52 që jam tani. Por mënyra se si unë përjetoja çdo kile të asaj peshe ishte e jashtëzakonshme. Kur nisi ndryshimi dhe fakti që ti nisë të punosh me veten? I kam bërë të gjithë dietat e mundshme, shkoja në palestër, shkoja në qendra estetike, përdoria gjithë makineritë e mundshme për të dobësuar. Pra, nuk është se unë nuk e kisha vullnetin, se ndonjëherë ne themi që ai person është mbi peshë, po nuk ka mjaftuar shumë vullnet. Unë e kisha vullnetin dhe kisha shumë këmbgulje. I bëja të gjitha ato që thoshin që duheshin bërë dhe prap ose humbja peshë dhe rifitoja përsëri ose nuk humbja mjaftueshëm. Deri në çfarë moshe? Deri në moshën 23-24 vjeç. Vazhdoj kështu. Pastaj çfarë ndryshoi? Pastaj fati më solli që u ndodha në një event ku një person më tha, Sonila, kush je ti? Unë thash jam Sonila, etj, më fillova të përdorja përshkrimin e vetes time me etiketa. Po ky person më tha, jo, kush je ti pa këto etiketa, pa emrin, pa prejardhjen, pa nacionalitetin, pa punën, pa për çfarë ke studiuar. Dhe unë nuk e njeh veten. Nuk e dija çfarë doja, kush isha. Dhe thash vetes, si është mundur që unë ec në botë, në këtë moshë dhe nuk di kush jam. Dhe nga aty fillon rrugtimi im, sepse filloj dhe të kuptoj që sa shumë unë e luftoja veten, sa shumë unë e refuzoja veten. Unë nuk e pranoja veten time ashtu siç isha. Brenda meje kishte një kritik të brendshëm, një zë kritik që vazhdimisht më masakronte. Sa herë shikoja veten në pasqyrë, unë nuk e pranoja dot veten time ashtu siç isha. Dhe kështu që kjo që puna e parë, pra vlera e vetes, pranimi i vetes, kështu siç isha, të shikoja jo vetëm problematikat, limitet, po të shikoja edhe talentet që unë kisha, që nuk i dalloja fare. Fillova të kuptoj që dhe pesha ishte lidhur shumë me vlerën e vetes, ishte lidhur shumë me pranimin e vetes, ishte lidhur shumë me vetbesimin, ishte lidhur shumë me të kaluarën time, ishte lidhur për shembull me plagën e refuzimit. Shpesh neve që në fëmijëri, për shembull, le të marrim që ne vim në jetë, ndoshta në një moment jo shumë të përshtatshëm për prindrit, sikur prindrit dhe një mendim të bëjnë që të na abortojnë, që në atë moment tek fëmia krijohet imprinting krijohet plaga e refuzimit. Dhe është plaga më e thellë e njerëzimit nga ato 5 plagët kryesore, e cila ka të bëjë me ekzistencën tënde. Nëse ti mendon që nuk meriton të ekzistosh, sepse ndihesh refuzuar në ardhjen tënde, pra ti ndjen një jo nga jeta, kjo indikon jashtëzakonisht marrëdhënien tënde me veten. Dhe kjo perceptohet që në jetën uterine. Që në gjenes. Që kur fëmia është të vargur nga nënës. Që kur fëmia, pastaj kemi marrëdhënien me nënën. Unë kam punuar shumë për të shëruar marrëdhënien me nënën dhe dua ta theksoj këtu që
Unë kam pasur një fëmijëri shumë të lumtur dhe të qetë, nuk kam pasur problema apo Po pra, konflikte. se kur thua kam shruar marrëdhënie me nonën, thua se çfarë ka ndodhur, çfarë drama. Po, në jetën ndonjëherë tuaj. duket se ne mendojmë që ne unë s'kam gjë për të punuar, nuk Po, kam po, gjë. po. Në Ah, fakt, më tregon. po. Marrëdhënia me nënën është kryesorja, sepse ushqimin e parë në jetë na jep nëna. Fillimisht me kordonin umbilikal, që është ushqimi pasiv që ne marrim te barku i nënës. Keni parasysh atëherë se sa nëna për shembull nuk merrnin sa vitamina, sa kujdes kemi ne sot për të marrë të gjithë vlerat nutricionale, Asnjë sepse i lidhje kalon ka fëmijës. kujdesi atëhershëm me kujdesin sot. Ka pasur shumë nëna që nuk i merrnin të gjithë vlerat nutricionale dhe fëmijës në atë mënyrë pasive. Nëse ka pasur skarsitet ushqimi, brenda fëmia thot për të mbijetuar, un kam nevojë që të kem më shumë ushqim të vë rezervë në mënyrë që të mbijetoj, sepse nuk kam mjaftueshëm. Wow, që aty krijohet. Që aty krijohet. Hapi i dytë është kur ne lindim edhe i afrojmë gjoksit të nënës. Mënyra se si e marrim qumshin. Ka qumësh për ne, nëse nuk ka qumësh gjoksi, kjo nuk është asnjë kritik ndaj gjithëdhënies së Kjo tjerë. është një gjë natyrshme, ëh, se ka disa nëna që kanë bollok në gjithëndje, ka Absolutisht. disa të tjera që Dhe nuk jemi s'ka duke natyrë. kritikuar, Po, por ti kuptoj. nëse nuk ka ushqim, fëmia regjistron që nuk ka ushqim për mua. Ushqimi nuk është vetëm ushqim, është dashuri. Do me thënë, fëmijës i mungon dhe dashuria për të marrë, Wow. dhe këtë pastaj e ndjen dhe në raport me trupin, Se me kisha bukurinë. menduar kur kështu, i kisha menduar disa procese të mëdhetësishme, që diçka vëllësot dhe diçka tjetër, E ti, që një fëmijë që i vogël si në jetën uterine, si në gjithëndje, nuk ka memorie. e di shumë mirë dhe dua të them që ushqimi dhe gjithënia, këto dy hapa që ne bëjmë tani, janë shumë të lidhura dhe me bullëkun në jetë. Ne nuk i mendojmë, por nëse ka pas vështirësi në të kalim ushqimi dashuria, shpesh ne mund të kemi si adult vështirësi me bullëkun në jetë dhe bullëkun financiar. Oh. Tani më duhet të shkoj të pyes mamën, pse ka pasur gjithëndje, dhe çfarë ushqimesh ka marrë në shtazani për të kuptuar që pse nuk më qëndrojnë mua parat në xhep. Kjo është dhe një aspekt Wow. tjetër, që fëmia ka nevojë, do më gjëja parë që fëmia do janë shikimi në nënës, sytë e nënës. Nëse ky shikim nuk është, në momentin që fëmia lind, për shembull, le të marrim që bën një operacion, le të marrim që do ta fusin me njërin në inkubatore, shumë gjëra. Ka nëna për shembull që ja kanë marrë fëmijët para 2 ditë, ja kanë larë ose ja kanë ndarë për 2 ditë dhe pastaj ja kanë sjell. Nuk ka qenë kontakti direkt i nënës me fëmijën, krijohet ajo që ne e quajmë il movimento interrotto verso la madre, marrëdhënia ndërprerë drejt nënës. Nëse ne nuk takojmë sytë e nënës, nëse ne nuk shihemi, ne do kemi nevojë gjithë jetën që të shihemi nga dikush, të jemi të dukshëm. Dhe kur këtë nevojë nuk e plotësojmë, mbi pesha na ndihmon që ne të jemi më të dukshëm, se një person që është pak më i madh në peshë, është më i dukshëm. Që në kanë element kaq të padukshëm. Po, ne nuk e kuptojmë, as nëna vet nuk e kupton këtë pjesë. Ne këtë e shikojmë shumë me teknikën e konstelacioneve familjare, kur shumë problematika që personat sjellin në shumë fusha, po them mbi peshën, për shembull mund të ketë një fëmijë të humbur përpara, që mund të jetë një fëmijë që ka dashur ta abortojnë apo ka humbur në mënyrë spontane, e shikojmë që personi vëmendja e nënës ka ngelur aty. Interesante. Dhe kështu shërove marrëdhënien tënde me nënën dhe ky ishte një ndër hapat e parë të lirimit të peshës emocionale. Absolutisht. Dhe kur erdhi ndryshimi? Gjëja më e çuditshme ishte që ndryshimi erdhi menjëherë, erdhi me lehtësi, pa sakrifica, Wow. pa vështirësi, pa shenja në trup, Wow. ndodhi në mënyrë spontane dhe natyrshëm. Sa kilo humbe mban më? Nga 67 shkova tek, pastaj kam lëvizur midis 50 dhe 54. Dhe ke pak e qenë shumë. gjithmonë kështu. Kaq elegante. Dhe që nga ajo mosh, unë sot jam 44, kam qenë në këtë mosh 2-3 kg më shumë pak a Jemi shumë. moshetare, po linjat nuk i kemi njësë. Nuk ka shumë diferencë. Ka, do të Nuk thoya ka. ka. Nuk di të them, momenti i parë që unë kam bërë një shërim energjetik reiki me dikë, unë kur dola nga aty ndjesha shumë lehtë. Domethënë ndjesia e parë ishte sikur e gjithë pesha që unë mbaja mbi supe, tensioni mbi qafë, tensioni te nofulla, nofulla. unë sikur kisha gjithë O, botën sa mbi shpesh më supe. ndodh mua kjo që sapo the. Këtu, krijohet një lloj tensioni këtu. Se ne që jemi dhe persona shumë empatik. Neve kemi dhe Mos më tendencën pyet. që të përthithim nga të tjerët, të marrim pesha, të marrim shumë përgjegjësi, të marrim dhe përgjegjësitë e të tjerëve mbi ne, ta bëjmë ne për të tjerët, dhe bëhet tepër për organizmin tonë. Dhe mënyra
trupi gjen një mënyrë, domethënë edhe nëpërmjet mbi peshës. Po në momentin që ne vedisohemi dhe fillojmë i lirojmë, në radhë të parë mendojmë që mund t'i vëmë çik më njanë. Mendojni si një çantë krau me shumë gur të rënd që janë të gjitha këto gjëra. Mendojmë sikur e heqim një sekondë dhe e lëm. Sepse ka disa gur që nuk janë të nevojshëm të mbahen në atë moment, mund t'i mbajmë në një moment tjetër. Ka disa gur që nuk janë fare të nevojshëm. Që nuk janë fare, po. Ka disa gur që mund t'i lëm momentalisht edhe mund të shkëputemi përkohësisht nga ato gur dhe mund të na bëjë mirë.